Nderuar grup parlamentar I Partisë Socialiste dhe antarët kabinetit qeveritar, për 20 ditësh Shqipëria u kthye në syrin e një cikloni digital. Një vorbull shumë fish më e madhe se sa vetë për masa e vendit tonë, e cila përfshiu bashkëqytetarët tanë, të reja, të rinj, familjar me karroca fëmijësh, patriot digital, punonjës të mirëpaguar bankash, komedian të kthyer në kandidat, delirant me qeleshe, intelektual me kapele republike, njerëz nga çdo anë e botës, media sociale dhe tradicionale nga të gjitha kontinentet, organizata vendase dhe të huaja, parti politike në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara, aktorë të biznesit të turizmit në rajon dhe aktorë shtetëror malinj ndaj Republikës Shqipërisë. Natyrisht, edhe karavidhet opozitare të vendit tonë. Një grumbullim I hatashëm gjërash që as janë njësoj, as janë bashk, po mblodhen së bashku. Në një prurje që nxori në bregun e gjithë atij oqeani virtual, deri dhe dhëmb të atyre që e kaluruan këtë parti, sa mundën. Dhe kuran nga kali, filluan të gjuajnë me këpucët e blera në shopingjet Majkali. Befas Zvërneci u bë kërthiza e botës, ku përvendosej fati I ngrohjes globale. Bulevardi I Tiranës u bë sheshi Tiananmen, ku qindra mira njerëz, sipas vetë senatorit të nderuar Bernie Sanders, ju turrën oligarkisë botërore. Dhe bota shqiptare u njësua me histerinë e kanaleve sociale, duke bashkuar në një armat të vetmet shlirimtare zogjt më elegant të botës, flamingot, me fundin e kazanit digital, bullistët e terrorit online. Unë e di që mund të zhgënjej edhe shumë këtu brenda me këndvështrimin tim, por e vërteta është se cikloni I këtyre 20 ditëve nuk është interesant për atë që thot mbi qeverisjen e Shqipërisë sot. Është interesant për atë që thot mbi kohën ku kemi hyrë, botën që jetojmë dhe sfidat me të cilat do të përballemi gjithnjëherë më shumë edhe ne, Partia Socialiste e Shqipërisë. Nëse kjo histori do të kishte ndodhur 10 vjet më parë, do të kishte mbetur në rastin më të mirë një debat shqiptar pa protest. Do të kishte pasur mbështetës, do të kishte pasur kundërshtar, do të kishte pasur sherr, po të kishte mbetur këtu, brenda kufive tanë, pavarësisht përfshirjes së amerikanëve, izraelitëve apo të dreqit vetë që u përfshi në këtë histori edhe pa qenë fare pjesë. Ndërsa sot, 10 vjet më pas, brenda 48 orësh, degradimi I dhunshëm I një sherri vulgar mes rojeve të sigurisë private dhe I protestuesit marrë zvarr në një lokalitet Shqipërisë, u bë zanafilla I një lufte globale online, ku nuk mbeti llogore mediatike e planetit, pa shkrehur municionet përkatëse. Jo sepse bota u zgjua një mëngjes e alarmuar për fatin e flamingove të nartës dhe natyrën e Shqipërisë, ku deri dje zhvilloi egërsisht dhe qetësisht nën hundën e pandjeshme të botës, masakra më e përgjakshme e shekullit 21 mbi shpendët dhe kafshët e gjora që vriteshin për epshin shtazarak të mira gjuetarëve të ardhur nga perëndimi në këtë tokë pa shtet. Të ishte për botën, narta mund kthehej qetësisht 10 vite më parë, kur flamengot nuk shtektonin më drejt lagunës saj, sepse I priste
plumbi i kafshëve të dehura me 2 këmbë. Bota nuk u zgjua prej fatit nartës, po prej emrit të Jared Kushnerit, dhe sigurisht prej hijes së vjerrit tij, të cilin e urrem për vdekje krejt armata globale online që kujtoi se gjeti në bulevardin e Tiranës Waterloon e Donald Trumpit. Dhe si në një film science fiction, bulevardi përputhi atë armatë të frikshme me krejt armatën e urrejtësve shqiptar, off dhe online. Jo ndaj Donald Trumpit, po natyrisht ndaj meje dhe ndaj jush. Të cilët i gënjeu mendja fuqishëm se çadra globale e kësaj proteste do të bënte mrekullinë që nuk e bëri dot çadra lokale e protestës së lulit tim. Dhe kështu, me sqepin e një zogut vetëm, do laheshin 2 sapet vjetra. Bota e madhe do ta turpronte Trumpin në betejën e Nartës, fiks 2073 vjet pas betejës së Palasës, ku Cezari turproi Pompeun, ndërsa armata shurdhuese e influencerësve, followersve, analistëve, dialistëve, opinionistëve, urrejtësve, kinse patriotik dhe mercenarëve digjital të vënë në dispozicion bujarisht nga armiqtë e Shqipërisë apo nga konkurrentët e saj të egër në industrinë e turizmit, do shpëtonte Shqipërinë nga unë, për llogari të karavidheve të opozitës së dukshme dhe të padukshme. Nga llapaqorat e ballibullistat, tek blok revolucionarët e aeroportit, dhe deri tek lukëndryshkurit e vetë familjes son të madhe. Me befasinë e ngjashme me atë të një aksidenti fatal që të ndodh sa hapën mbyll syt kur ti aty, miliona njerëz që nuk dinë as ku ndodhet Zvërneci, dinin saktësisht se çfarë duhet mendonin për Zvërnecin. Jo sepse studiuan Shqipërinë, jo sepse lexuan dokumentacionin, jo sepse analizuan projektin, por sepse tek brishësia e bukur e një zogu identifikuan simbolin e një rezistence antikapitaliste, antitrumpiste, duke gjetur tek ai zog valvulën e shfryrjes së një mlefi total, ku më bukur se asnjëherë u hap edhe një kanal për mlefin kundër meje, kundër jush dhe kundër Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ky është, sipas meje, mësimi i parë i kësaj historie. Kjo kohë e re, ku edhe një rrahje lokale bëhet përplasje globale, nuk transporton më vetëm mallra, dije, mundësi të reja apo miqësi të reja. Transporton zemrime, transporton identitete politike, fetare, sociale, transporton paragjykime, agresione dhe gënjeshtra, shumë më shpejt se sa transporton faktet, arsyetimet e lëre më pastaj mirëkuptimet. Një projekt zhvillimi në Shqipëri u bë brenda pak ditësh pjesë e një lufte ideologjike që nuk ka lindur në Shqipëri dhe që në fakt nuk ka fare për objekt Shqipërinë. Shqipëria u bë zogu. Ne u gjendëm në mes të saj. Jo si autor, as si protagonist, po thjesht si skenë. Dhe kjo në vetvete është risia e kohës që ne jetojmë. Një kohë ku algoritmet udhtojnë më shpejt se sa vërtetësia e lajmeve, ku emocionet mërrin përpara fakteve dhe ku shumë shpesh perceptimi bëhet e vërteta, ndërsa e vërteta mbetet krejt jetime. Kjo është një histori paralajmëruese, jo për mandatin tim, as për mandatin e kësaj shumice qeverisëse, po për demokracinë në epokën e algoritmit, si dhe për nevojën që ne të parët, me përgjegjësinë e atyre që kanë mandatin të udhëheqin Shqipërinë, ta lexojmë këtë histori sa më drejt për të qenë të përgatitur sa më mirë. Për çfarë vjen më tutje? Sepse ky është vetëm fillimi. Kjo kohë ka sjellë të mekanizëm të ri në jetën tonë dhe përballë vështirësisë për të parashikuar zhvillimin e këtij mekanizmi, ne mund të bëjmë vetëm atë që bëhet kur për të kuptuar politikën sot, njëherë është mirë të largohesh pak prej saj dhe të hapësh
librat e historisë. Dhe ka shumë nga kjo e sotmja që filozof, sociolog, psikoanalist dhe historiane kanë përshkruar kohë më parë se sa të vinim ne dhe pas nesh të vinte Facebooku, Instagrami, TikToku. Shumë kohë përpara se bota të kishte internet. Dhe as pak çuditërisht, ata mund ta ndihmojnë sot të kuptojmë atë që po ndodh. Shumë më mirë se sa ata që sot na tregojnë gishtin, ndërkohë që gishti tregon hënën. Njëri prej atyre që nuk jetojnë në epokën e internetit, na ndihmon ta kuptojmë shumë më shpejt se sa çdo përpjekje për ta kapur në çfarë shohim rreth rrotull, mekanizmin që ushqen me kaq sukses histerinë e algoritmeve. Shumë kohë përpara, ai ka përshkruar modelin e biznesit të rrjeteve sociale në një përshkrim që ai e quan diskursi i histerikut. Shpesh kjo është keq kuptuar, sikur ai fliste për një tip njeriu. Nuk është kështu. Ai nuk përshkruante një njeri, po përshkruante një marrëdhënie, një mënyrë për t'u marrë me autoritetin, një mënyrë për t'u marrë me botën, një mënyrë për t'u marrë me realitetin. Karakteristika e kësaj mënyre nuk është ankesa. Ankesa është normale. Nuk është kritika, kritika është shumë e nevojshme. Ajo është shpesh motori i përparimit. Karakteristika e saj është diçka krejt tjetër. Është momenti kur ankesa pushon së qeni mjet. Dhe kur kritika bëhet identitet. Dhe kur njeriu nuk lufton më që problemi zgjidhet. Lufton që problemi të mos mbarojë kurrë. Sepse në çastin kur problemi zgjidhet, duhet gjetur me një herë një problem tjetër. Dhe ja një shembull shumë i zakonshëm. Në një familje mungon detergjenti. Ankesa është krejt e arsyeshme. Detergjenti blihet. Por del problemi se nuk është marka e duhur. Edhe ajo ndrohet. Pastaj del problemi se u ble me vonesë. Pastaj del problemi se pse u kërkua falje. Se nuk ishte pse të kërkoj falje nëse nuk do ishte bler me vonesë. Dhe nuk do ishte bler me vonesë nëse do ishte marka e duhur. Pastaj vjen ankesa që pse duhet thënë dy herë. Dhe pastaj pse falja nuk ishte tonin e duhur. Në fund kupton që detergjenti nuk është problemi. Problemi është nevoja që ankesa të vazhdojë, sepse ankesa është bërë identitet. Natyrisht politika s'është kuzhinë, por mekanizmat njerëzor nuk ndryshojnë aq shumë dhe as ata politik jo. Një pjesë e lëvizjeve politike nuk ndërtohen mbi atë që pjesëmarrësit në të duan të ndërtojnë. Ndërtohen mbi atë që nuk duhet të pushojnë kurrë së kundërshtuari. Objekti ndryshon, mekanizmi mbetet. Sot është një projekt, nesër është një ligj, pas nesër është një ministër, më pas është një kryetar bashkie, pastaj vjen një ambasador, pastaj një kompani, pastaj një aleancë, pastaj një roje apo një polic i dehur, pastaj një zonë e mbrojtur, pastaj del dhe një zog. Nuk ka fare rëndësi objekti. Rëndësi ka që motorit mos fiket dhe zhurma e tij mos pushojë. Sepse në çastin kur kundërshtimi pushon, identiteti s'ka më lëndë djegëse. Dhe duhet të jem shumë i qartë, kjo nuk është një kritik ndaj kritikës. Përkundrazi, shoqëritë demokratike jetojnë fal kritikës dhe kundërshtisë. Qeveritë përmirësohen nga kritika dhe nga kundërshtitë. Unë vetë, ju të gjithë, kemi ndryshuar mendje shpesh për shkak të kundërshtisë edhe si rezultati i kritikës. Problemi fillon në një pikë tjetër. Kur objekti i kritikës bëhet më pak i rëndësishëm se vetë nevoja për të bërë kritik. Kur zgjidhja bëhet armiku i kauzës, sepse një problem i zgjidhur nuk gjeneron më zemrim. Dhe një zemrim që shuhet nuk prodhon më identitet. Dhe është tipike, konkrete, qysh në ditën e dytë nuk duam
të dëgjojmë, nuk duam të flasim, nuk ka negociata. Ky nuk është një fenomen shqiptar. Ky është një fenomen politik, universal. Kjo është arsyeja pse një pjesë e intelektualëve të majtë francez e pritën François Mitterrandin me një mërzi aq të madhe kur u zgjodh president, sa e trajtuan shumë më armiqësisht kur ai fitoi se sa kur ai ishte në opozitë. Pse? Sepse ëndra revolucionare, sepse nxitja për të përmbysur gjithçka është gjithmonë më e bukur se sa administrimi. Në opozitë, në kundërshti, dukesh i pastër, dukesh i pa interesuar për vete, po i përvuajtur për të tjerët. Në qeveri duhet kompromis. Në opozitë historia ecën me kërcime, të hatashme përpara. Në qeveri ecën me buxhete, me auditime. Në opozitë ndryshon botën dhe me një fjalim, dhe njerëzit kënaqen. Në qeveri ndryshon nene, dhe lajmet e mira t'i marrin për ofendim. I vetmi lajm është kur ndokush nuk e voton një nen. Në opozitë mund të premtosh gjithçka dhe nuk mban përgjegjësi për asgjë. Në qeveri duhet mbledhësh plerat. Në opozitë mund të shpëtosh të gjithë zogjtë e botës. Në qeveri duhet luftosh me gjahtarët që i vrasin ilegalisht. Në opozitë mund t'i kthesh të gjitha pronat. Në qeveri duhet bësh çmos që të krijosh kushtet që prona të trajtohet drejtësisht, por njëkohësisht ku gjithkush të marrë atë që i takon midis 3 lloj kategorish pronarësh që kemi. Ata që janë nën, me letrat vjetra, ata që janë mbi, me legalizime, ose kërkesa për legalizime, dhe ata që janë mbi të dy, me letrat e kooperativës. Dhe patjetër, qeveria është burimi më i pasur për të ushqyer zemrim, edhe sikur qeveria tjetë e përsosur. Lëre më pastaj që nuk ka qeveri të përsosur, edhe le ta harrojmë që e jona është një qeveri që nuk ka probleme. Por thelbi është që qeverisja është gjithmonë jo poetike, ndërsa opozita, sidomos kur merr trajta revolucionare dhe kërkon që çdo punë të fillojë nga e para, duket tërheqëse. Por nëse në kohën e diskursit histerikut, ky ishte vetëm një mekanizëm psikologjik, në kohën tonë tani më ne jemi përballë një industrie. Një industri që është shumë fitimpruse. Kush mendon se me lajket dhe me followers të vet bën politik, ose bën vetëm politik, bën gabim. Me followersat dhe me likeset që ai mbledh, bën shërbimin e atyre oligarkëve më të mëdhenj të planetit që përmes algoritmit dhe përmes platformave pasurohen eksponencialisht çdo ditë. Algoritmi nuk shpërblen qetësinë e varros, sepse qetësia është armik i algoritmit. Algoritmi nuk i shpërblen nuancat, i fshe, sepse nuancat janë kundërshtare të algoritmit. Algoritmi nuk e do arsyen. Dhe prandaj, në të gjitha studimet e bëra, të gjitha postimet, në të gjitha platformat, të cilat janë të mërzitshme sepse janë të arsyeshme,
kanë një shpërndarje shumë më të ngadaltë se sa ato që janë tërheqëse sepse janë skandaloze. Algoritmi është aty për të shpërblyer konfliktin dhe çdo qenie konfliktuale që i vihet atij në dispozicion. Ai shpërblen indignatën dhe ai shpërblen edhe frikësimin e tjerëve. Sepse frikësimi prodhon klikime. Klikimet prodhojnë kohë. Dhe koha prodhon para. Dhe kështu për herë të parë në histori, ekonomia e vëmendjes është bërë ekonomi politike. Sa më shumë zemrim, aq më shumë shikueshmëri. Sa më shumë shikueshmëri, aq më shumë ndikim. Sa më shumë ndikim, aq më shumë pushtet. Mbi kë? Mbi sklevrit e algoritmeve. Mbi të gjithë ne. Kjo është arsyeja pse sot protestat nuk zhvillohen vetëm në shesh, por kanë nevojë për një shesh thjesht si përfaqësim i një lukunie që proteston në algoritëm. Madje, siç ndodhi këto 20 ditë, sheshi është thjesht një studio televizive e algoritmit. Është vendi ku filmohet materiali për ta ushqyer algoritmin dhe për ta justifikuar atë. Dhe pikërisht këtu fillon sfida më e madhe e demokracive të sotme. Demokracia e ndërtuar për qytetarët, jo për algoritmet. Janë ndërtuar për njerëzit që votojnë, jo për platformat që optimizojnë zemrimin. Kjo është betejë e kohës sonë, s'ka lidhje më me të majtën dhe me të djathtën, me qeverinë dhe me opozitën, por ka lidhje me konfliktin e hapur midis politikës në shërbim të njerëzve, në shërbim të vendit, në shërbim të punës për vendin dhe algoritmit. Politikën në shërbim të njerëzve, politikën në shërbim të vendit, politikën në shërbim të punës të vendit, algoritmi e urren. Dhe unë kam frikë se edhe unë që po flas duke qenë prej vitesh shumë i tërhequr nga zhvillimet e asaj bote, nuk e kuptoj sa e madhe është kjo betejë dhe sa monstruoze ajo mund të bëhet për fëmijët tanë. Kush shkon dhe kërkon një like dhe një follower me zemrim, punon kundër fëmijëve të tij. Dashurit e mi çdo epokë prodhon një figurë të saj karakteristike. Unë nuk dua të bëj këtu asgjë përveç se të përcjell disa nga ato që kam mësuar. Dhe nuk dua që askush ta marrë më të madhe çfarë po them. Po nëse shekulli i 19 prodhoi proletariatin industrial, shekulli 20 prodhoi shoqërinë e mass medias, shekulli 21 po prodhon proletariatin e algoritmit. Një klasë e re që nuk e bashkon puna, e bashkon vëmendja. Nuk e bashkon fabrika, e bashkon ekrani i celularit. Nuk e bashkon prodhimi, e bashkon shija e konsumimit të vetes dhe të jetës në ekran. Dhe mbi të gjitha e bashkon një iluzion shumë i madh, që sa më shumë të dukesh, aq më autoritet ke. Unë nuk kam besuar asnjëherë që demokracia është pronë e ekspertëve, profesorëve apo edhe e politikanëve, sepse është realisht pronë e qytetarëve. Por demokracia nuk ka thënë kurrë se çdo mendim ka të njëjtën peshë mbi çdo çështje. Ajo ka thënë se çdo qytetar ka të drejtën të flasë. Po jo se çdo fjali ka të njëjtën vlerë, sepse liria e fjalës
në demokracitë funksionale nuk e ka përmbysur kur deri më sot ligjin e pashkruar të gravitetit të dijes. Dhe mbi bazën e dijes, sa akumuluar për një çështje apo për një tjetër, vendimarrësit kanë marrë vendime. Që nga populli deri tek të zgjedhurit e tij. Demokracia nuk e ka zëvendësuar me diçka tjetër, as përvojën, as përgjegjësinë. Sot, për herë të parë në histori, demokracia po përballet me njeriu që mund mos ketë ndërtuar kur asgjë. Që mund mos ketë asnjë shkollë. Që mund mos ketë asnjë kompetencë për të folur për atë që merr përsipër të flasë. Që nuk i ka thënë kush mirëmëngjes, punë mbar, dhe që nuk ka administruar kur asnjë zyrë me 3 vetë. Dhe megjithatë, ky tip zgjohet në mëngjes me bindjen që e kupton shtetin më mirë se kushdo, edhe pse mund të jetojë në një anë tjetër të globit. Pse? Sepse algoritmi i ka dhënë atij diçka që dikur fitoi vetëm me vite pune. Dukjen. Vendosjen e vetes në vëmendjen e të tjerëve. Dhe vendosjen e vetes në vëmendjen e të tjerëve jo me hir, po me pahir. Jo duke bërë ndonjë propozim për atë dheun, po duke thirrur vdekje tradhtarëve të atë dheut. Dhe në kohën tonë, kjo dukje ngatrohet çdo ditë më shumë me autoritetin. Dhe kjo është një tragjedi e vogël e qytetërimit tonë. Autoriteti nuk është më ai që e shohin më shumë njerëz. Autoriteti është ai që mban më shumë përgjegjësi, po algoritmi nuk njeh përgjegjësi. Ai njeh vetëm vëmendje. Ai nuk pyet kush ka ndërtuar, po pyet kush e ndaloi gishtin mbi ekran kur ky budallëk u shfaq. Dhe pastaj ti nuk je më i pavarur, ti kujton se je i pavarur. Je i pavarur në raport me ata që kërcënon, se nuk kanë çfarë të bëjnë, po ndërkohë ti je thjesht një sklav i algoritmit që duke të shtuar vëmendjen, të nxit që ti të bëhesh më kërcënues. Dhe nuk ka pikë rëndësie nëse ajo që thuhet është e vërtetë. Nuk ka pikë rëndësie nëse ajo që shpërndahet është e dobishme. Lëre më pastaj të ketë ndonjë rëndësi a është e drejtë apo është e padrejtë. Mjafton të jetë e fortë. Mjafton të jetë tronditse. Mjafton të jetë zemruese. Mjafton të jetë skandaloze. Prandaj jetojmë në një kohë kur britma udhton shumë herë më shpejt se sa argumenti. Kur shpifja jo vetëm udhton shumë më shpejt se përgjigjëstrimi, po ndërkohë që ti je përpjekur të bësh përgjigjëstrimin, 3 shpifje të tjera të kanë parakaluar. Është një garë komplet e pamundur. Emocioni mbërrin shumë më shpejt se sa arsyeja dhe pastaj merr peng followersat dhe likersat dhe nuk i lë të shohin arsye, po thjesht i nxit të përqafojnë emocionin. Dhe pikërisht në këtë klim ndodh edhe diçka tjetër. Sa herë që krijohet një krizë, sado e vogël, shpërthen një egzaltim kolektiv. Papritur të gjithë ndjejnë nevojën të bëhen pjesë e saj. Jo domosdoshmërisë se kanë diçka për të thënë, jo domosdoshmërisë se kanë lidhje me arsyeën se egzaltimi shpërtheu, por për faktin se është krijuar një skenë për të dukur dhe për të mbledhur me babzi, babzin që algoritmi ta nxit njësoj si droga nxit dikë që të shtoj dozën,
like-er, followers. Sa herë keni dëgjuar gjatë gjithë këtyre ditëve nga njerëz që kur në jetën e tyre as nuk e kanë imagjinuar që të përzihen me politikë, me protesta, po janë bërë parallinj me shal edhe me kremra, që të shfaqen atje bashkë me shalet dhe kremrat e tyre, sepse është trendi. Kanë frikë të mbeten jashtë valës. Sepse në ekonominë e vëmendjes heshtja nuk shpërblehet. Shpërblehet vetëm pjesëmarrja. Shpërblehet vetëm ai që ka kurajën të hynë garë. Shpërblehet ai që bën videon më dramatike, nuk ka pikë rëndësie nëse protesta zhvillohet në një bregdet të Spanjës. Mjafton që ti vendosësh shenjën Tirana s'ka as det, po kjo nuk ka pikë rëndësie, dhe të vendosësh aty një turm që diçka thot në spanjisht, por me titra lexohet vdekja e Izraelit. Ai që do të bëj postimin më të fortë, ai që do shpalli katastrofën më të afërt, ai që do lajmërojë dëshkimin më të egër, ai që do parashikoj fundin më spektakolar të kujdo qoftë që është përballë, ai shpërblehet nga algoritmi. Dhe një protest nuk është më protest. Është skenë, është treg. Një treg emocionesh, klikimesh, një treg morali, madje edhe një treg karrierash. Po në të gjithë këtë, ata të karrierave janë më qesharakët. Janë qesharak sepse nuk e kanë marrë vesh akoma që në Partinë Socialiste dhe me ne nuk fitohet duke dalë me lugën e ndryshkur në tregun e karrierave të humbura. Dhe pa tjetër që algoritmi e ka të domosdoshme të shfaqë dhe profetët që lajmërojnë fundin e botës. Analistët që bëjnë analiza pa fakte, strategët që nuk dinë se ç'është bësh një strategji sektoriale, revolucionarët që ushqehen me ëndrrën e revolucionit, por që s'kan lidhje me revolucionin, patriotët që nuk ja kanë haberin punës dhe kronikanët e ku të ndodhur. Njerëz që s'kan ndërtuar kur asgjë dhe që po t'i vësh të masin një tavolin, ngatrojnë gjërsin me gjatësin. Sepse për ta nuk ka rëndësi se çfarë ndërtohet, si ndërtohet. Për ta ka rëndësi vetëm çfarë duhet shëmbur dhe si ta shëmbim. Sepse vetëm mbi rënojet e punës së tjerëve, ata mund të ngrihen në pjedestalin e madhështisë tyre, në skenën virtuale, ku marrin like-et, marrin followers-at, marrin urimet, marrin përgëzimet, marrin inkurajimet. Dhe për ta çdo incident është një revolucion. Sa vjet kemi që i dëgjojmë paraemëruesit e stuhive të ardhshme për fundin e kësaj force politike në qeveri. Dhe çdo protest është një rast për përmbysje, jo për temën. Një protest për temën është gjëra më legjitime dhe në momentin kur ti je gati t'i ofrosh bashkëpunim për të trajtuar temën dhe je gati të ofrosh diskutim për të kuptuar se si mund të adresohet tema më mirë, askush nuk paraqitet, sepse të jesh pjesë e tsunamit është shumë më rëndësishme se të jesh pjesë e zgjidhjes për temën. Dhe çdo ditë është dita e një gjykimi të madh
dhe humbja esencit realitetit bën përpritur që nga të katër anët të dalin të gjitha llojet e krijesave që deri në moment kanë qenë në përcepat e tyre. Dhe të kërkojnë diçka, secili kërkon diçka. Diçka për cilën mund të ketë të drejtë, diçka për cilën mund mos ketë të drejtë, por të cilën e kërkon pikërisht përmes asaj vale çmendurie, duke ushqyer algoritmin dhe duke ushqyer faktikisht të kundërtën e asaj për cilën pretendon se është atje. Dhe për t'i dhënë të gjithë kësaj një kuptim adetar, një pathos revolucionar, një parafiturim epik, aty në sheshin televiziv të algoritmit fillon refreni Edi Rama ka marru. Mi po puna është që ikën mbrëmja dhe vjen mëngjesi. Aty s'ka njeri, sepse sheshi i xhirimeve hapet në mbrëmje. Ndërkohë që unë jam këtu, ne jemi këtu. E nesërmja vjen, pastaj vjen një mbrëmje tjetër, dhe një nesërmje tjetër, vitet ikin, profecia vazhdon. Sepse edhe po s'u bëhet vërtet, bëhet virale, dhe ja ku jemi sot. Për dekada me radhë kemi luftuar për lirinë e shprehjes, me drejt. Pa të s'ka demokraci, pa të s'ka opozit, pa të nuk ka qytetar të lirë, po ka vetëm një ferr social. Po ndërkohë pothuajse pa e kuptuar kemi hyrë në një ferr tjetër social. Në një epokë ku problemi nuk është bë mungesa e lirisë shprehjes. Problemi është pakufishmëria e lirisë së shpërndarjes. Jo të zvërtetës, të gënjeshtrës. Sepse sot s'ka më nevojë të censurosh faktet, mjafton t'i mbysësh. Nuk ka nevojë t'i ndalosh, mjafton t'i fundosësh në një oqean trillimesh. Dhe me të drejtën që t'jep zemrimin ndaj një roje sigurie, që të heq zvarr një protestues, të krijosh një ciklon për të kërkuar vdekjen e të gjithë tradhtarëve. Në fundit çfarë rëndësie ka nëse një fakt është i lirë të flas, kur është i rrethuar nga 1 milion gënjeshtra. Kush dëgjohet më shumë? Nëse ti aty i lirë të thuash të vërtetën dhe ndërkohë një kor vërtet një gënjeshtër në çdo fjalë që ti thua. Dhe kjo është një situatë e re e kohës tonë ku fakti dhe gënjeshtra janë thjesht dhe vetëm dy njësi. Të mënyrës se si funksionon algoritmi, që nuk pyet kush ka drejt, po pyet vetëm kush e merr peng më gjatë vëmendjen. Dhe ati i jep shtys. Tjetrit i ul shpërndarjen. Dhe kjo është arsyeja pse sot sfida e demokracisë nuk është vetëm mbrojtja e lirinë e fjalës. Është mbrojtja e lirinë e fakteve. Ta mbrojë lirinë e fakteve duke insistuar që faktet të dëgjohen. Sepse nëse fakti humbet aftësinë të depërtojë në një hapësirë publike, e vërteta nuk është më e lirë. Dhe liria e shprehjes është vetëm teori. Është si ti japësh dikujt drejtën të flasë në mes një stadiumi, ku 100.000 altoparlant transmetojnë vetëm zhurmë. Ai është i lirë, po e vërteta e tij nuk dëgjohet. Dhe më keq akoma, çfarë kemi parë këto ditë, lidhur me ata që nuk kanë ndarë të njëjtin vendim me sheshin e xhirimeve, është e frikshme. Dhunim i vazhdueshëm online, kërcënime. Unë i kam të panumërta ankesat e njerëzve që mbasi kanë mbyllur profilet e tyre, i kanë marrë kërcënimet në telefonat e tyre. Dhe, natyrisht, ja kanë përcjell policisë. Po edhe policia çfarë do bëj? Me mesazhe që vijnë nga lloj-lloj drejtimesh të paditura.
Sfida më e madhe e kohës që jetuam ishte liria shprehjes, sfida më e madhe e kësaj kohë është liria e fakteve. Sepse demokracitë nuk rrezikohen vetëm nga ata që ndalojnë të vërtetën të flasë. Rrezikohen nga ata që e mbysin në një lumë të pafund gënjeshtërsh. Shikoni Fatos Lubonjën. E kam sjell në këtë mes si emër edhe një herë tjetër, pas shumë vitesh që Fatos Lubonja me të njëjtën pafytyrësi të atyre që mbronin gënjeshtrën, që atë e mbajtin burg, dhe i kërkonin llogari për gjëra që si kishte bërë, duke i prezantuar dëshmitar të rrem dhe duke i ngritur akuza alucinante, kërkon llogari nga unë për Arubën. Fatos Lubonja. Aruba. Edi Rama thot, do t'japë llogari për Arubën. Unë di që në të gjithë historinë e njerëzimit që kur janë vendosur rregullat e qytetërimit romak, llogaria jepet mbi bazën e fakteve. Dhe kur nuk i takon atij që akuzohet që të provojë që ai nuk është ai për cilën akuzohet. Çfarë vlerë ka që unë them nuk kam qenë kur në Aruba, nuk e di fare për çfarë bëhet fjalë se ka ndodhur në Aruba, nuk kam dërguar kur njeri të shkojë në Aruba, s'ka si vlerë. Fare. Sepse ndërkohë Aruba është bërë vërtet. Është nxjerrë në këtë fushën e algoritmit, është ricikluar në pafundësi dhe është bërë vërtet. Siç është bërë vërtet që unë jam një konsumator kokaine, që është bërë vërtet. Dhe fjala drogagji, ikmor drogagji, o drogagji, është një refren që mua më ndjek si një vërtet. Siç është e vërtet që unë kam akuzuar Timat për marrëdhënie me time shoqe dhe për atësinë e djalit tim, është e vërtet. Është bërë e vërtet. Çdo që të them unë, nuk kanë pasur asnjë rëndësi të gjitha letrat që kanë dalë më parë se si është bërë gjyqi e tjerë, nuk kanë rëndësi. Algoritmi këtë gjë e ka bërë përfundimisht vërtet. Siç është bërë vërtet që unë jam një kusar që marr pjesën time nga çdo gjë që ndodh në Republikën e Shqipërisë, është bërë vërtet. Çfarë rëndësie ka se çfarë them unë? Natyrisht që për këtë arsye unë nuk e them këtë gjë rregullisht, se s'ka si vlerë. Janë bërë të gjitha të vërteta. Sepse nuk jemi më në një marrëdhënie sociale, politike, demokratike. Jemi në një laborator. Në një laborator ku në kohë reale algoritmi, viraliteti, simbolika dhe gënjeshtra prodhojnë një realitet paralel që shumë më shpejt se sa faktet gjejnë rrugën e tyre, është bërë e vërteta. Dhe faktet janë vetëm përpjekje të dëshpëruara për të mohuar të vërtetën. Atëherë çfarë mbetet për të bërë këtu? Ajo që mbetet për të bërë, të dashur, është që ne të refuzojmë të ndjekim çdo dallgë. Është që ne të qeverisim Shqipërinë sipas kontratës që kemi me popullin shqiptar dhe jo sipas algoritmit. Të bëjmë ato që është shumë e vështirë në fakt, po që është e vetmja gjë që ne mund të bëjmë. Të vazhdojmë përpara.
të vazhdojmë të dëgjojmë, patjetër të dëgjojmë. Askush nuk mund të thotë, unë jo, që nuk ka shumë të vërteta në ato që thuen. Lidhur me çfarë nuk shkon, lidhur me çfarë duhet bërë më mirë, lidhur me si njerëzit duhet shërbehen më mirë, etj. Por zgjedhja jonë është e detyruar. Nuk është një zgjedhje që është njëra nga disa zgjedhje. Zgjedhja jonë është të bëjmë çmos që njerëzve t'ju japim lajmin e mirë. Cili është lajmi i mirë? Jo propaganda. Lajmin e mirë. Kemi një problem me shërbimet, kemi patjetër një problem me shërbimet, por ama sot janë mbi 3 milion shqiptarë brenda jashtëvendit që 95% shërbimeve i marrin nga celulari, pa takuar asnjëri dhe pa pasur nevojë të fusin mik asnjëri. 95%. Kemi te ky 5% që një problem real, serioz, dramatik, po doni në momentet caktuara për njerëz që kanë nevojë për legalizimin, për njerëz që kanë nevojë për një autorizim etj, patjetër. Por ama, nëse ne e marrim të mishën që njerëzit, të cilët janë në bombardimin e përditshëm të algoritmit, i dinë ato që janë bërë, atëherë ne marrim të mishën që njerëzit kujtojnë se ne dim çfarë bëjmë. Që nuk është e vërtet. Të vazhdojmë të korrigjojmë gabimet tona pa diskutim. Është gjëja që jemi përpjekur të bëjmë gjithmonë, është gjëja që do përpiqemi të bëjmë, vazhdojmë të mësojmë shumë nga njëri tjetri, patjetër. Të mësojmë me njëri tjetrin ne, të tjerët, aty ku mundemi, dhe të mësojmë nga tjerët gjithmonë. Por ne kemi një detyrë që nuk e ka askush tjetër. Gjithë të tjerët nuk e kanë këtë detyrë. Ne kemi detyrën të ndërtojmë. Shteti nuk ndërtohet duke bërë luftë nëpër kanalet e algoritmave në emër të përmirësimit. Shteti ndërtohet në radhë parë duke mos e humbur drejtimin e historisë. Dhe kam pasur shumë mesazhe, nuk e di se për çfarë arsye, si qysh tek mund ta kem lënë përshtypjen sikur më ka shkuar ndërmend që unë t'jap dorëheqje. Kam pas shumë mesazhe. Dhe gjithmonë më shumë. Sepse gjithmonë më shumë njerëz ftillohen. Gjithmonë më shumë njerëz shohin që e gjitha kjo është diçka që nuk rri. Që nuk rri as në qiell as në tokë. Nuk mundet dot asnjë shqiptar i arsyeshëm edhe sikur kur mos na ketë votuar. Kur mos na votoi që të pranoj që Tirana të bëhet një territor sfilate për një turm që shkon të bllokoj aeroportin. Nuk e pranon dot askush më këtë. Është e pamundur. Dhe natyrisht tërheqja pak nga pak e atyre që shkuan atje për të dalë në skenë dhe mbetja e një grupi ku ka një përzierje të hatashme. Dhe është një përzierje, siç e thon këta patriotë digital, mbarkombëtare. Vin njerëz nga Kosova, vin njerëz nga Maqedonia, vin njerëz nga territore të tjera për të shpëtuar Shqipërinë në emër të shqiptarëve. Ulërin të mblidhet këtu kombi. Ndërkohë që njerëzit që funksionojnë me arsye, edhe ata të bankave, të mirë paguarit, më të paguarit, me meritën e tyre, e kuptojnë shumë mirë që këtu ka diçka që nuk shkon fare. Dhe si kam dhënë përgjigje kujt, sepse më zhdukur si, por
Kur ka momente të tilla, kam shumë kënaqësi të kujtoj një hollësi tek Homeri. Kur Odiseu afrohet pranë sirenave dhe refuzon që të mos i dëgjoj. Përkundrazi, ai insiston që t'i dëgjoj. Sepse vetëm ai që i dëgjon kupton se sa i madh është tundimi në një mënyrë ose në tjetër. Por ai bën dhe gjë tjetër. Lidhet shumë fort mbas direkull të anijes, jo se s'ka besim tek vetja, por sepse ai nuk e negocion destinacionin. Dhe atë që vetja në një dekik të vetme mund t'ja bëj duke e hedhur në ujë pas sirenave, ai e ndalon me litarët që lidh veten tek direku. Sepse ai e di që çdo gjë mund ndodh, por qëllimi është çka e ka çuar deri aty dhe çka e çon deri në fund. Dhe unë mendoj që kjo e Odiseut është metafora më e jashtëzakonshme e leadershipit dhe e qeverisjes. Një qeveri nuk ka drejt mbyll veshët. Përkundrazi, një qeveri duhet dëgjoj. Një qeveri duhet ta dëgjoj dhe patjetër një grup parlamentar, flas për një grup qeverisës, duhet ta dëgjoj edhe gjithçka që thuhet në atë sheshin e xhirimeve për algoritmin. Dhe nga diskutimet e para është shumë e qartë që janë dëgjuar. Duhet të dëgjoj kritikën, edhe zemërimin. Nuk është e mundur që një qeveri ta skualifikoj duke ja hedhur të gjithë fajin algoritmit. Nuk është ky rasti. Por ka një gjë që një qeveri nuk mund ta bëj kurrë nëse është aty me një destinacion. Një qeveri nuk e dorëzon kurrë timonin tek zhurma. Një grup udhëheqës nuk i jepet zhurmës. Dhe sa më shumë zhurma zmadhohet, aq më shumë një grup udhëheqës forcon identitetin e vet duke bashkuar të gjithë në emër të destinacionit. Nuk ndërtohet një shtet si ai që ne po ndërtojmë dhe nuk çohet deri në fund një mision historik si ky që na ra ne ta mbartim për ta bërë Shqipërinë vend antar të Bashkimit Evropian. Duke i dhënë Shqipërisë momentin e dytë më të madh historik mbas lidhjes Prizrenit, nëse qeveria e tij, grupi i udhëheqës, merr drejtim nga frynera dhe sugjestionohet nga zhurmat, sugjestionohet nga errat, sugjestionohet nga sirenat, sugjestionohet nga dallgët, me çdo çmim. Një grup udhëheqës që ka mision shkon deri në fund, kundër të gjitha llojeve të parashikimeve dhe jo më pastaj kur parashikimet i ka me vete si në rastin tonë. Unë jam shumë aktiv në rrjetet sociale. E kam ndarë me ju disa herë, ndaj dhe me ata që janë më aktiv këtu, që nëse një nga gjërat që unë pres me shumë dëshirë të më vijë kur unë të mos jem më në këtë detyrë është që të mos kem më nevojë t'i trokas algoritmit. Por aba, unë nuk besoj kurrë
që aty, tek pasqyra e Facebookut, e Instagramit, dhe tek komente, unë i marë. Mi sjellin, i marë, i lexoj, mundohem të kuptoj, po kur nuk besoj që unë mund të drejtohem prej zhurmës, prej erës dhe prej dallgëve që mund ngrihen aty. Më kanë sugjeruar më të urtët në kuptimin e mençurisë se unë pse lëri mos fol. Ri dëgjoj se atje si atje, ku atje. Unë mund ndjehem përgjegjës për shumë gjëra që duhet shkojnë më mirë. Po unë dhe ju, Partia Socialiste, të ndjehemi me faj, se vetëm fajtorët nuk flasin. Të ndjehemi me faj, pse mblidhet, jo ajo turm, po pse mblidhet planeti, po të doj, që të na tregoj dhe të na imponohet në pikën që të na detyroj që ne të pranojmë të jemi sklever të algoritmit edhe si forcë politike, kjo nuk është e mundur të ndodhë dhe nuk ka për të ndodhur sepse kjo është tradhtia e vërtet nëse mund të flasim për tradhti këtu të mes. Prandaj unë besoj tek politika që zgjohet, jeton dhe shkon të flej me njerëzit real, jo me profilet falso të ballibullistave. Ballibulistat kanë sasinë më të madhe të profileve falso dhe të ndjekësve të blerë dhe ju duhet, ndërsa në të gjithë ndjekësit e faqes time nuk mund të gjendet dot një i blerë. Një i vetëm i blerë. Blien ndjekësit. Blien sa të duash, dhe ka atje paguaj, një i vetëm. Që do? S'më janë dashur kur dhe s'më duan. Ne na duan ata që nuk jetojnë tek ajo. Na duan ata që nuk maten me sa ndjekës ka. Ata janë forca jonë. Ata që bëjnë që Shqipëria sot të ketë parametrat më të mirë që ka pasur ndonjëherë në çdo aspekt. Jo më të mirë dhe mundshëm, po më të mirë që ka pasur ndonjëherë. Ata që bëjnë që Shqipëria sot të jetë një vend ku këtë vit bizneset e vogla të hapura deri tani që flasim janë numri më i madh i bizneseve të reja të krijuara në të njëjtën periudhë në vitet e pashme. Ata nuk patjetër shohin, patjetër bien dhe prenë në një moment. Por ata duan të dinë të tjera gjëra dhe ne mund na bëhen shumë leksione, po të na bëhet neve leksion për pensionet. Të na bëhet neve leksion për universitetet. U ngrit diaspora. U ngrit diaspora. U mblodhen profesorët. Oh. Ka një element që nuk e hoqa sepse u bëheshin shumë, po ka një element tjetër që e tregon historia dhe që na e tregojnë ata që kanë menduar për si zhvillohet bota përpara sa të vinte interneti etj. Ky element quhet pakënaqësia e pritshmërive. Pakënaqësia e pritshmërive është shpreha më kuptimplot e një vendi që ka dalë
nga një fazë dhe ka hyrë në një fazë të re. E një vendi ku pritshmëritë janë shumë më të larta dhe ku pakënaqësia e pritshmërive është diçka jo e lehtë për t'u administruar. Dhe ajo që na takon është që ne të vazhdojmë, planet tona janë në tryezë. Unë e di ka edhe intelektual të familjes tonë politike që thonë kjo karta e BE-s është kartë e lodhur. Është edhe një qik si shprehje e faktit që edhe Edi Rama sikur nuk ka më, është e qik e lodhur kjo karta e BE-s, duhet ka ti çka që të gjithë këta që kanë studiuar kartat e mia me kaq pasion i keni atje të sheshit xhirimit. Kështu që kush nuk do të shkojë te sheshi i xhirimit, se do ketë shumë shesh xhirimi kjo kohë. Të ri këtu në Partinë Socialiste dhe të shikoj mirë që unë nuk kam kartat mia. Karta e BE-s është karta e historisë së Shqipërisë. Dhe karta e BE-s ka brenda të gjitha gjërat për cilat flasin dhe ata që janë aty në protest për arsye gjenuine, që ishin, se s'kam më aty për arsye gjenuine. Ata që ishin për arsye gjenuine nuk janë më aty. Dhe ne nuk jemi këtu për të fituar numrin e klikimeve të ditës. Ne jemi këtu për të fituar Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Është edhe një thirrje për një marrëveshje të re, për një Shqipëri të re. Dhe kam parë që ka edhe shpirtrat humbur këtu që në familjen tonë politike që duan një Shqipëri të re. Fair enough. Mezi pres që të na sjellin draftin e Shqipërisë së re, të shkruar. Dhe patjetër jemi gati të bëjmë një marrëveshje të re për një Shqipëri të re. Po kam frikë se drafti nuk do vi kurrë. Sepse Shqipëria e re është njësoj si të gjitha siluetat e flamingove, njërën prej cilave mbante Fatos Lubonja. Fatos i poshtë, flamingo lartë edhe Shqipëria e re. Do kritikohemi, do sulmohemi, por ne kemi detyrimin mos zgjedhim rrugën më të lehtë, mos zgjedhim rrugën e zgjidhjeve të hëpërhëshme që na lehtësojnë nga një presion, mos zgjedhim kur të bëjmë jemi popullor në një moment kur duhet jemi të përgjegjshëm, sepse unë të paktën, ka shumë kohë që nuk ndihemi zgjedhur për të qenë i pëlqyer. Më ka hikur ajo dëshira për të qenë i pëlqyer, që Zherioni se e di, më ka njohur në atë kohë. Edhe kopertinën e Zërit Popullit, kur unë u zgjodha, e bëri me një kujdes të veçantë që unë të ndihesha i pëlqyer, vuri një portret shumë larg realitetit. Po nuk jemi këtu për të qenë pëlqyer, jemi për të qenë dobishëm. Dhe këtu ka një ndryshim shumë të madh midis qenit i pëlqyer dhe të qenit i dobishëm. Sa janë të pëlqyer sot në rrjetet sociale dhe janë krejt pa dobishëm, kur mos u bëfshim si ta. Prandaj Shqipëria është e gjitha sot në duart tona, jo në këmbët e atyre që bëjnë qiro. Nuk është një hashtag Shqipëria. Shqipëria nuk është një flamingo që merret zvarr për të dukur bukur. Shqipëria është një vend që sot është
në një luftë të madhe me vetveten dhe Bashkimi Evropian është i taka jonë. Le të këndojnë sirena dhe atë punë kanë, ne kemi një punë tjetër. Unë bashkë me ju. Ne kemi detyrë ta çojmë Shqipërinë tek ai breg me çdo kusht. Dhe mos u çudisni fare që në këtë rrugë do të kemi shumë të tjerë që do të na dalin. Anash mbrapa përballë, se kjo nuk është punë agjenturash në kuptimin klasik. Nuk jemi tek fije që priten. Ne kemi fakte. Sa të duash. Jemi në një kohë kur fal algoritmit dhe botës pa kufi, vinë mercenarët digital edhe nga vende që ti nuk e mendon që ishte shënjestër e tyre. Për arsye nga më të ndryshmet. Të sponsorizuar nga shteti janë të identifikuar ata që vinë nga Irani, të tjerët kanë lloj-lloj sponsorësh. Por ne nuk kemi punë me asnjë prej tyre në kuptimin që të intimidohemi, apo që të kompleksohemi, apo që të spërdridhemi. Kështu që kjo është rruga më e vështirë, dhe pse është rruga më e vështirë, është rruga ime, e juaja, e jona, e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Faleminderit.